Ne si prind doktoresh mund t'i dallojmë, se ndoshta ende nuk kemi në atë fazën ku shkojmë kontrolla rutinore, megjithëse na e themi çdo herë që check-upet janë shumë të rëndësishme. Edhe nuk është hiç mirë që i presim shenjat, po ta zëm për përqindjen më të madhe të qytetarëve. Po, zakonisht prindrit i vrejnë ato pjesën estetike, sepse ortodoncia e rregullon si funksionin, po ashtu edhe estetiken e dhëmbëve. Ekzistojnë raste të cila për shembull nëse vrejnë një vest të keq të fëmijë që prolongon për një kohë të gjatë, siç është thithja e gishtit, e gjuhës, faqeve, gjasendeve të ndryshme, pastaj përdorimi i zgjatur i biberonit, pastaj frymarrja orale, të gjitha janë këto problematika të cilat menjëherë duhet të lajmërohet te specialisti i ortodoncisë. Pastaj rastet kur vrejmë kafshime të kryqëzuara, kjo i referohet rasteve tash normalisht dëmt e sipër i mbulojmë dëmt e poshtëm. Ndërsa në rastet ku një dhëmb